Por i kthehemi sërish në studio dhe njëherë do fillojmë në temë, do flasim pak më shumë për veshkët. Ne zakonisht mendojmë që njohim trupin ton, mendojmë që njohim organizmin ton, mirë po, si të kujdesim pak më shumë për veshkët, duke qenë që nesër kemi edhe ditën botërore të veshkëve dhe për gjitha këto flasim së bashku me Jetmir Zibën, i cili është edhe drejtor i Spitalit të Nefrologjisë në Strugë dhe nefrolog. Mëngjesi, zoti Ziba. Mëngjes, Era. Përshëndetje për ju uroj një ditë të mbarë, juve dhe gjithë shikuesve të televizionit tuaj. Më thoni pak si është dita në Strugë, se këtu të ne vetëm lëkundet, nga dielli vjen shiu edhe kështu me radhë. Në Strugë si është temperatura? Sot është një ditë e bukur në Strugë me diell dhe shpresojmë të vazhdoj gjithë dita kështu. Sa bukur. Ne do flasim pak më shumë për veshkët, diçka për cilën ju ja keni dedikuar jetën nefroneve, nefrologjisë dhe kështu me radhë. Më thoni pak njerë se si erdhi deri te dëshira për të studiuar mbi këtë temë. Dëshira për të studiuar për nefrologjinë lindi nga vetë prania e spitalit nefrologjik këtu në Strugë dhe nga eksperienca e madhe që ka ky spital për trajtimin dhe shërimin e sëmundjeve nefrologjike. Ky spital është themeluar në vitin 1978, ka filluar me punën, kurse si vendndodhje në këtë objekt që nga viti 1984 dhe është një spital referent jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në region për diagnostikimin, trajtimin dhe shërimin e sëmundjeve të veshkëve. Dhe në fakt e kemi dëgjuar shumë shpesh Spitalin e Nefrologjisë së Strugës pikërisht për këtë që ju edhe po e thoni. Nesër shënojmë ditën botërore të veshkëve. Sa mendoni ju që ne, të cilët nuk jemi të mjekësisë dhe nuk kemi studiuar asnjëherë ndoshta mjekësinë, dim për veshkët dhe jemi të vetëdijshëm për sëmundjet, pasojat e ndryshme të cilat mund t'i kenë veshkët? Era, ne jemi në vigjilje të ditës botërore të veshkëve, e cila shënohet, manifestohet që nga viti 2006 në të gjithë botën dhe ka për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe sensibilizimin e popullatës për rëndësinë e veshkëve dhe shëndetin e tyre. Ne si institucion këtë vit kemi ndërmarrë disa aktivitete për ta shënuar këtë ditë, siç janë vendosja e posterave, materialeve informative në të gjithë spitalin, shpërndarja e fletushkave informative, materialeve promovuese te të gjithë pacientët të cilët do të vinë këtë ditë në spitalin ton, për t'i informuar ato sa më mirë për nevojën e mbajtjes së shëndetit të veshkave, për konsultat e rregullta mjekësore, sidomos të grupmoshave dhe të pacientëve të cilët janë në rrezik për sëmundje të veshkëve. Dje në mënyrë simbolike mbollëm disa pemë në oborrin në parkun e spitalit, si shenjë për të mbjellë shpresë të njerëzit, të pacientët, dhe së fundmi do të kemi sonde, domethënë një ndriçim të spitalit 24 orësh përndër të ditës botërore të veshkëve. Si mund të mbajmë ne veshkat të shëndosha? Veshkat janë organe shumë të rëndësishme për organizmin e njeriut, janë organe çift, të vendosura në të dy anët e shtyllës kurrizore. Çdo veshk ka afër 1 milion nefrone, të cilët funksioni i tyre primar është filtrimi i gjakut dhe krijimi i urinës. Disa fakte të rëndësishme sa i përket veshkëve është se në përveshkët kalon çdo minutë rreth 20-25% e gjakut që hidhet nga zemra çdo minutë. Domethënë në përveshkët kalon 1
deri 1.5 litra gjak në minutë, që do të thot afër 1500 deri 2000 litra gjak gjatë ditës. Nga këto gjatë ditës formohet 1500 deri 150 deri 180 litra urinë primare, nga e cila pastaj neve eliminojmë si urinë përfundimtare dhe 1.5 deri 2 litra në ditë, varësisht nga organizmi. Kështu që shihni sa të mahniqme janë këto shifra. Do me thënë, nga 150 deri 180 litra urinë primare që krijohet gjatë ditës, neve eliminojmë 1.5 deri 2 litra, kështu që e gjithë sasia tjetër riabsorbohet në organizmin tonë. Po, kjo për shembull kur ndjes, kur për shembull konsumojmë më shumë ujë, shpeshherë personat thonë që po urinojmë më shumë. Lidhet kjo, pra konsumi ujë dhe lëngjeve edhe me sasinë e asaj të nxirrit? Veshka është një regulator shumë i rëndësishëm i vëllimit të lëngjeve në organizëm. Përveç asaj, po i përmenda si disa funksione që i ka veshka. Veshka është filtrimi i gjakut dhe eliminimi i mbetjeve, toksinave, helmeve dhe substancave të cilët janë të panevojshme për organizmin e njeriut. Domethënë, ato që organizmit të njeriut nuk i duhen, veshka i eliminon nëpërmjet filtrimit dhe nëpërmjet urinës. E dy është rregullimi i ekuilibrit të lëngjeve dhe të elektroliteve. Veshka do të mbajë sasinë e mjaftueshme të lëngjeve dhe të ujit që ka nevojë. Të tjetrën do ta eliminojë. Po ashtu edhe të elektroliteve, sidomos natriumit, kaliumit, kalciumit, edhe të mineraleve të tjera. Funksion shumë i rëndësishëm është rregullimi i tensionit arterial. Veshka prodhon një hormon që quhet renin dhe që nëpërmjet të tij rregullohet tensioni arterial apo që ne i themi shtypja e gjakut. Në qoftë se kemi një tension arterial të ulët, si mehanizëm kompensator, veshka do të prodhojë më tepër nga ky hormon renin, kështu që organizmi do ta rregullojë do të autoreguloj tensionin e gjakut. Në qoftë se kemi një tension arterial të lartë, normalisht që do të prodhohet më pak renin, kështu që ajo do ta rregulloj përsëri tensionin e gjakut dhe flasim në këto raste për një veshkë dhe për një gjendje fiziologjike normale të njeriu. Funksioni katërt shumë i rëndësishëm është prodhimi i hormonit eritropoetin, që ka të bëjë me prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Tjetër është rregullimi i ekuilibrit acido-bazik, domethënë të pH-it të gjakut që themi ne, ose më thjesht të aciditetit, që është shumë i rëndësishëm për funksionimin e organeve të tjera, sidomos të sistemit kardiovaskular. Dhe së fundmi një funksion shumë i rëndësishëm i veshkëve është prodhimi i vitaminës ose i formës aktive të vitaminës D3, e cila ka një rol shumë të rëndësishëm në metabolizmin e kalciumit dhe të fosforit dhe në mbajtjen e shëndetit të eshtrave ose të kockave. Këto janë shkurtimisht disa nga funksionet më të rëndësishme që ka veshka në organizmin e njeriut. Tani, unë desha disa këshilla për popullatën, me që jemi edhe në prak ditës botërore të veshkëve, se si të mbajmë ne veshka të shëndetshme. Ka disa rekomandime, ato janë mënyra e shëndetshme e të ushqyerit, si të ushqehemi në mënyrë të shëndetshme, mbajtja e peshës normale të trupit, ushtrime dhe aktivitet fizik i rregullt, rekomandohet sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë 150 minuta në javë ose 30 minuta në ditë gjatë 5 ditëve të javës. Të personat të cilët kanë hipertension arterial ose shtypje të lartë të gjakut është rregullimi i tensionit arterial për të mbajtur funksionimin ose shëndetin normal të veshkëve. Sidomos këtu dua të theksoj rëndësinë
ose rëndësinë ose kujdesin që duhet të shfaqin pacientët të cilët janë me sëmundje të sheqerit, me diabetes mellitus, i cili është në ditët e sotme faktori numër 1, shkaktari numër 1 i insuficiencës ose pamjaftueshmërisë kronike të veshkëve. Duhet të kemi shumë kujdes edhe në përdorimin e kujdesshëm të disa ilaçeve, banave, të cilët ne, popullata jonë i përdor së tepërmi, siç janë antiinflamatorët jo steroid ose banat kundër dhimbjeve, disa lloj antibiotikësh të cilët merren nga pacientët pa konsultë të mjekëve. Një element shumë i rëndësishëm në mbajtjen normale ose në ruajtjen e shëndetit të veshkëve është konsumimi i mjaftueshëm i ujit, kontrolle të rregullta mjekësore, si dhe shmangja e duhanit dhe pijeve alkoholike. Në qoftë se ne ju përmbajemi të gjithë këtyre rekomandimeve, i respektojmë të gjitha nga këto ose shumicën nga këto, të jeni të sigurt se secili nga ne do të ketë veshkë të shëndoshta. Po, doktor, kur përmendet të pim shumë ujë ose të pim një sasi të caktuar të ujit, cila është kjo sasi? Sepse në rrjetet sociale dëgjojmë nga 1 litra e deri në 4 litra ndonjëherë. Cila është sasia e duhur varësisht nga mosha, gjinia e kështu me radhë? Nuk ka një sasi, domethënë, të konsiderueshme, të caktuar. Ajo varet edhe nga rrethanat. Normalisht që neve gjatë stinës së dimrit do të konsumojmë më pak ujë, sepse humbi më pak, kurse gjatë verës organizmi me që dirson, me që është më nxehtë, trupi shpërndan më tepër ujë, djersit më tepër, nevojat e organizmit për konsumim janë më të mëdha. Kështu që ajo është individuale, po çdo person do të pi 2 deri në 3 litra, do të konsumojë 2 deri në 3 litra ujë gjatë 24 orëve. Ju përmendet ca këshilla se si t'i mbajmë veshkët e shëndetshme, mirë po, kjo mënyra e jone jetesës, kjo mënyra dinamike, me shumë pak kohë ndoshta duke kaluar edhe duke u testuar, a mendoni që po i dëmton veshkët më shumë se sa më parë, pra po shohim numër më të madh të pacientëve me probleme me veshkë tani se sa në të kaluarën? Absolutisht e vërtet era. Shifrat janë alarmante sa i përket sëmundjeve të veshkëve. Vetëm sa për statistikë, rreth 850 milion njerëz në mbar botën jetojnë me sëmundje të veshkëve. Domethënë 850 milion njerëz që janë dikun 8 deri në 10% e popullsisë së rruzullit toksor. Mbi 4 milion njerëz në të gjithë botën janë në terapi zëvendësuese renale, që do të thotë janë me hemodializë ose me transplant të veshkëve. Shifrat janë alarmante, prandaj edhe motoja si vjeçme e ditës botërore të veshkëve është detekto ose zbulo herët dhe ruaj shëndetin e veshkëve. Për këtë arsye edhe sensibilizimi, edhe ju si media duhet t'i kushtoni një rëndësi më të madhe shëndetit të veshkëve dhe në përgjithësi normalisht shëndetit të njeriut, sepse shifrat janë alarmante dhe kjo po kthehet në një pandemi botërore. Sa për kuriozitet, kur flas 850 milion njerëz janë me sëmundje të veshkëve, është kjo shifër është 4 herë më e madhe se sa, ose më fal 20 herë më tepër se sa numri i pacientëve që janë me sëmundje kancerogjene në të gjithë botën. Diku është 42 milion, kurse paramendoni këto shifra janë 850 milion njerëz në mbar botën jetojnë me një sëmundje të veshkëve në ndonjë stat, në ndonjë shkallë nga këto të kësaj sëmundje. Kur po flasim për sëmundje, cilat sëmundje janë më të shpeshta të veshkëve, pra edhe ndoshta më të shpeshta edhe këtu në Maqedoninë e Veriut me cilat përballen pacientët? Tani sëmundjet e veshkëve janë të lloj-llojshme.
ajo që desha unë të theksoj sot dhe të vë theksin është insuficienca renale kronike që i themi ne, ose pamjaftueshmëria kronike e veshkëve, dhe si shkaktar më të shpesh të kësaj sëmundje janë diabeti mellitus ose sëmundja e sheqerit dhe hipertensioni arterial. Në të kaluarën, si shkaktar më të shpesh të kësaj sëmundje kanë qenë glomerulonefritet ose inflamacioni i glomeruleve, i veshkëve, glomerulopatit. Shkaktar tjerë janë infeksionet urinare, gurët në veshk ose ne themi nefropatit obstruktive, janë sëmundjet autoimune dhe kështu me radhë. Mirë pa, ajo që desha të theksoj dhe që është jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në mbarë rrezullin toksor, shkaktar numër 1 i insuficiencës renale kronike, sëmundje e cila avancon gradualisht, është tinzare, është një vrasës i heshtur, dhe më thënë pacienti nuk ndjen simptomat derisa funksioni i veshkëve nuk është i humbur deri në 90%, dhe pikërisht kjo është ajo që ne e neglizhojmë, për arsye se pacientët ndihen mirë, nuk kanë asnjë falloj simptomi klinik, asnjë falloj shfaqje. Domethënë, tek kur vinte mjeku, veçmë funksioni i veshkëve është i dobësuar 90% dhe këtu mjeku veçmë është i paaft për të rikthyer këtë funksion. Domethënë, duhet të theksoj vizitat, konsultat e shpeshta mjekësore të pacientëve të cilët vuajnë nga sëmundja e sheqerit dhe hipertensioni arterial. Këtu duhet të vendojmë theksin, rregullimi i sheqerit dhe rregullimi i tensionit arterial. Po përpos këtyre dy kategorive, probleme me sheqerin dhe me tensionin arterial, pjesa tjetër e njerëzve të cilët ndoshta nuk kanë një sëmundje të caktuar sikur këto, kur duhet i fillojnë kontrollat dhe cilat kontrolla duhet bërë që të dimë që veshkët po na funksionojnë si duhet? Unë thash që pacientët të cilët kanë diabet mellitus, sëmundje të sheqerit dhe hipertension arterial duhet së paku 2 herë në vit të bëjnë një konsultë mjekësore. Pacientët të cilët janë të shëndosh dhe të cilët nuk kanë probleme të veshkëve, normalisht është e preferueshme 1 herë në vit ta konsultojnë mjekun për të bërë një analizë laboratorike ose një vizitë mjekësore. Pacientët të cilët janë me diabetes mellitus, me sëmundje të sheqerit, në fillimet ose në fillimin e diagnostikimit të sëmundjeve të tyre, normalisht që vizitat e tyre duhet të jenë më të shpeshta, duke konsultuar mjekun 4 herë në vit, domethënë çdo 3 muaj, për të rregulluar normalisht nivelet e sheqerit në gjak. Pra, varësisht nga çka po vuajmë, ashtu edhe duhet të testojmë. Doktor, ajo që dua të theksoj edhe një herë, është se sëmundjet e veshkëve janë të heshtura. Domethënë, nuk japin asnjë simptom, asnjë shenjë klinike. Ekzistojnë një grup të popullatës, të cilët janë popullat në risk për të zhvilluar sëmundje të veshkëve. Dhe këto duhet paraqiten te mjeku më shpesh. Siç janë, po e përmend, pacientët të cilët vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, sepse sëmundjet kardiovaskulare e rrisin rrezikun për shfaqjen edhe të sëmundjeve të veshkëve. Dhe anasjelltas, çdo sëmundje e veshkëve e rrit rrezikun e një progresioni ose një përgjithësimi të sëmundjeve të zemrës. E dyta, pacientët që janë mbi pesh, pacientët që janë me moshë mbi 60 vjet.
pacientët po ritheksoj që janë me diabet mellitus dhe hipertension arterial. Të gjithë këto duhet paraqiten më së shpeshti te nefrologu për të bërë një analizë laboratorike, një analizë të urinës, një eho të traktit urinar të veshkëve për të parë se në zgjendje ndodhen veshkët e tyre. Zbulimi i një patologji ose një sëmundje të veshkëve është i lehtë. Duhet një analizë, çfarë preferohet të bërë? Një analizë laboratori të gjakut, urea, kreatinin, një analizë të urinës, dhe ne zakonisht aty shohim a ka prani të proteinave, të albuminave në urin ose jo. Sepse normalisht një veshkë normale nuk duhet të filtroj albumin ose protein, nuk duhet të kemi albumin ose protein në urin. Në qoftë se neve me një urin të thjesht, sa i thjesht është, një urin, analizë të urinës, detektojmë se aty kemi prani të albuminave ose proteinave, atëherë me njëherë themi se po ndodh diçka me këtë person, po ndodh diçka me veshkat e këtij personi. Dhe normalisht vazhdojmë pastaj konsultat edhe metodat diagnostikuese të tjera. Dhe si gjithmonë ajo shprehja më e famshme në mjekësi është diagnostifikimi është më i lehtë dhe më pak i kushtueshëm se sa shërimi, apo doktor? Absolutisht, po e theksoj edhe një herë, me një laboratori analizë gjaku e thjesht, me një analizë të urinës, ne mund të parandalojmë avancimin e kësaj pamjoftueshmërie kronike të veshkëve, sepse po e them edhe një herë, sëmundja është e heshtur, avancon në mënyrë të ngadalshme që personi nuk e vëren. Kur shfaqen simptomat, për shembull, ëndja e këmbëve, ose ëndja në fytyrë, ose shfaqja e gjakut në urin, ose pacienti vëren që i është ndalur urinimi, ose vëren që ka një lodhje, kputje me një aktivitet normal fizik, ose ka përzierje, vjellje. Domethënë, gjithë këto janë simptome të cilët paraqiten shumë me vonesë. Prandaj konsulta e hershme, vizita e hershme te mjeku mund të parandaloj, sepse sot ekzistojnë medikamente, barra, të cilët mund ta frenojnë, mund ta ngandalsojnë avancimin e kësaj sëmundje, sepse insuficienca renale kronike shkon, e kemi disa shkallë, në stadin e fundit, stadin terminal, ekziston mjekimi vetëm nëpërmjet të hemodializës ose transplantit të veshkëve. Ky është rreziku. Po, gjithmonë të testohemi, të jemi të vetëdijshëm dhe t'i bijmë mbas shëndetit tonë, sepse pa shëndet më pas nuk kemi asgjë. Doktor, unë ju falenderoj shumë që keni nda kohë sot për të folur për ditën botërore të veshkëve dhe për rëndësinë e këtyre organeve, të cilat ndoshta ndonjëherë edhe i harrojmë. Duke folur për zemrën, trurin edhe organet tjera, i lëm ndoshta pak anësh veshkët, mirë po siç thatë, janë shumë të rëndësishme për mirë funksionimin e organizmit. Faleminderit shumë juve. Ishte kënaqësi.